Në një obor tipik shkodran në banesën e familjes së Repishti, mbrëmjen e së shtunës u zhvillua ceremonia përmbyllëse edicionit të 4 të Festivalit të Krijimtarisë Letrare Gegnisht. 10 pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia Veriut dhe Malizi konkuruan me krijimet e tyre për çmimet që mbajnë emrat e disa prej figurave më të shquara të letërsisë gege. Juria vlerësoi me çmimin Arship Pipa për esenë më të mirë pedagogun e letërsisë në Universitetin e Shkodrës Gzim Puka. Çmimi Gjon Shllaku për përkthimin më të mirë i u dha përkthyesit nga Kosova Gim Morina. Në prozë, çmimi Ernest Koliqi shkoi për shkrimtarin shkodran Artur Baku. Poetja nga Maqedonia Veriut Nurie Emrullahu u vlerësua me çmimin Dremjeda për poezinë më të mirë. Risia e këtij edicioni ishte çmimi Samir Epishti në nder të një tjetër emri të shquar të letrave shqipe në Gegnisht. Ky çmimi u dha studiueses Diana Kastrati për kontributin e saj në fushën e kërkimeve letrare. Gegnishtja nuk është separatiste, ndarje. Të jesh pjesë e një njësie gjeografike, fizike, kulturore, sociale apo gjuhësore, është thjesht një fat që bie në karan ne. Të zgjedhësh që ta mash në kam është një detyrë. Dhe jo vetëm Gegnishten, edhe të skrishten letrare. Sipas organizatores së festivalit Denata Roji, edicioni i këtij viti shënon një rritje të dukshme si në cilësinë e krijimeve, ashtu edhe në shtrirjen gjeografike të pjesëmarrësve. Pjesëmarrja ishte e jashtëzakonshme, jashtë parashikimeve, sepse zhanret jo të gjitha janë të guximshme për të marrë dhe për të lëvruar. Për shembull, eseja për mua ishte një ndër arritjet më të bukura, sepse të shkruash gegnisht në ese është rrallë dhe patëm 4 profesor nga Shqipëria dhe Kosova që morën pjesë. Festivali Gegnisht konsiderohet një nisëm e rëndësishme për promovimin dhe ruajtjen e gjuhës dhe letërsisë gege, duke nxitur krijimtari në këtë dialekt të pasur edhe me vlera të veçanta kulturore.